Në selinë e NATO-s në Bruksel, kryeministri Edi Rama u prit të mërkurën nga sekretari i përgjithshëm i Aleancës Mark Rutte. Në deklaratat e përbashkëta, kreu i NATO-s e cilësoi Shqipërinë si një aleate të palëkundurt, duke vënë në dukje rritjen e angazhimeve të vendit tonë në mbrojtje. Shqipëria është një aleate e palëkundur. Shqipëria do të mbërrijë 2% të shpenzimeve ushtarake këtë vit, që është angazhimi më i madh. Shqipëria po zhvillon bazën e saj industriale, përfshi edhe ndërmarrjet shtetërore, dhe kjo është shumë e rëndësishme për të gjithë ne. Ai falenderoi Shqipërinë për kontributin e vazhdueshëm në misionet ndërkombëtare dhe në mbështetje të Ukrainës. Në fakt, ju jeni shumë i gjatë. Megjithatë, Shqipëria nuk është aleati më i madh yni dhe Shqipëria po bën shumë. Dua të falenderoj shumë që jeni aleat kaq i patundur. Ju e dini që NATO-ja mund të mbështetet e Shqipëria dhe ju e dini që gjithmonë Shqipëria mund të mbështetet e NATO-ja, theksoi sekretari i përgjithshëm. Nga ana e tij, kryeministri Rama nënvizhoi angazhimin e qeverisë shqiptare për të forcuar më tej kapacitetet ushtarake dhe për të investuar në infrastrukturën strategjike të mbrojtjes. Jemi këtu për të rikonfirmuar gjithçka që u thatë dhe më shumë. Duam të bëjmë më shumë. Tashmë po rinisim rilindjen e industrisë sonë. Jemi shumë të prirur të diskutojmë me ju punën e mëtejshme që duhen bërë për të bërë të mundur portin e ri ushtarak në Shqipëri në Porto Romano, dhe sigurisht jemi këtu edhe për të folur së bashku për mënyrat me cilët duhet të qasemi në programin SAFE të Bashkimit Evropian, i cili sa i takon sigurisë shkon përtej perimetrit të vendeve të Bashkimit Evropian dhe mund të jetë i dobishëm për vendet e NATO-s në Europë. Kështu që faleminderit për mikpritjen tuaj gjithmonë të hishme dhe besoj se kemi gjithmonë energji në mëngjes dhe jemi këtu që të bëjmë të mirën për gjithçka. Në përfundim të takimit, kryeministri shqiptar konfirmoi se Shqipëria mbetet e vendosur për të kontribuar më shumë në sigurinë e përbashkët euroatlantike, duke konsideruar NATO-n si garancinë kryesore për paqen dhe stabilitetin në rajon.